Paga më të larta dhe pensione, lehtësime tatimore si dhe konfirmimi i identitetit janë vetëm disa nga pikat në programin e LSDM-s që e promovoi Venko Filipçe. Ky program duhet të miratohet në Kongresin Partijak në qershor, ndërsa do të jetë bazë për zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Економията е за луѓето, не за газдите. И затоа не нудиме само своји бројки, туку сосем нов социјален договор. Прво, платите горе, понатаму пензии што растат, стоп за профитерите, македонски пари дома и крај на пазарниот терор. Në program parashihet rritja e pagave të punëtorëve dhe pensioneve 50% më të mëdha. Siç deklaroi Filipçe, nëse fitimi i kompanisë rritet, duhet të rritet edhe paga e punëtorit. Njëkohësisht, paralajmërohet plan për luftë kundër korrupsionit, vetting, por edhe plan për mbajtjen e të rinjve në vend. Në fund të prezantimit të programit, Filipçe u ndal edhe te kriza aktuale, për të cilën thotë se pushteti nuk ndërmerr asgjë, ndërsa çmimet janë rritur pothuajse në të gjitha produktet ushqimore. Зејтинот е поскапен до 118 денари, кафето од 120 до 140 денари, мелено месо од 730 до 840 денари, пилешко месо над 400 денари, една кутија од 10 јајца над 110 денари, покачени се цени на зеленчук и овошје, пиперки, достигна цена од 300 денари, домати над 200 денари. I pyetur për kritikat e Filipçes ndaj qeverisë, kryeministri Християн Мицкоски me përgjigje. Тој е опозиција, мисли дека ако критикува, ако навредува, дека ќе привлече внимание. Важно е ние да си водиме нашата работа, вакви инвестиции со десетици, стотици милиони евра да се пуштаат, државата доди напред, да се бројат инвестициите што повеќе. Тоа е она да има сигурност, тоа е она кое што мене ме исполнува како председател на владата. Инаку сега ако слушате вие СДСМ и господин Венко Филипче, тогаш е тоа логично да он има пресконференција и да конструира, да клевети. Mickoski gjithashtu tha se politikat që i udhëheq LSDM janë të gabuara, duke shtuar se nuk dëshiron të hyjë shumë në punët e brendshme të opozitës, duke porositur se zgjedhjet do të tregojnë se kush punon në interes të qytetarëve.